Tri anije italiane të specializuara në misione të ndryshme detare janë ankoruar në portin e Durrësit. Ceremonia zyrtare u hap në bordin e anijes historike Amerigo Vespucci, ku ambasadori italian në Shqipëri e cilësoi anijen si një ambasadë shëtitëse të kulturës italiane që forcon miqësinë dhe bashkëpunimin mes Italisë dhe Shqipërisë. Come ambasciata non solo abbiamo sostenuto, ma abbiamo creduto moltissimo. Nuk është hera e parë që anija Amerigo Vespucci ndalon në Durrës. Janë më shumë se 1500 të rinj të shkollave që do ta vizitojnë anijen, e cila ka një simbolik të veçantë. Ajo është një ambasadë lëvizse e kulturës italiane në det. Anija Made in Italy përcjell në botë idenë e perfektes, stilit, bukurisë por edhe të cilësisë. Besoi edhe shpirtin e skuadrës që karakterizon ekuipazhin dhe popullin italian. Anija në Shqipëri përforcon idenë e një bashkëpunimi të fortë dy palësh që prek shumë sektor, por që nis nga një pikë simbolike të përfaqësuar nga anija, duhet të lundrojmë bashkë për t'ia dalë mban. Italia dhuroi për Shqipërinë anijen Libra, për të cilën komandanti i forcës detare tha se plotëson të gjitha kapacitetet operacionale për t'u integruar në misionet e NATO-s. Është një moment ku Forcat Detare e Republikës së Shqipërisë merr në dorëzim këtë anije me kapacitete luftarake, të cilat bëjnë edhe kërcimin cilësor të kapaciteteve aktuale të Forcës Detare të Republikës së Shqipërisë në misionet të zbatimit, jo vetëm në të ligjshmërisë në det atë që kemi kryer deri tashmë, por edhe në kapacitete të mbrojtjes dhe të ruajtjes së infrastrukturës kritike ndërkombëtare, ku detyrat dhe misionet e NATO-s do të na kërkojnë. Përveç anijes Amerigo Vespucci dhe Libra, në portin e Durrësit u ankorua edhe anija Lo Spirito di Stella, e cila ofron akses dhe lëvizshmëri për personat me aftësi ndryshe.